kur kom shkuar në Gjermani, kom parë që ka nevojë njëri ishte i zbrast vetëm si ateist, edhe ka nevojë të plotësohet me një shpirt. Kom filluar të studioj Biblën, kur kom shkuar në Gjermani, kom parë që ka nevojë njëri ishte i zbrast vetëm si ateist, edhe ka nevojë të plotësohet me një shpirt. Kom filluar të studioj Biblën, po në kohën që kemi jetu ne para viteve 90-ta, zakonisht unë kom i marrë me studime shkencore dhe kom besu shkencës. Në mënyrë kom besu dhe në Zot, po jo në një mënyrë as të theksuar, se sa në shkencë. Në familjen time nuk u prediku ndonjë besim, më shumë me arsinim dhe kulturë civilizuese. Mandej, kur kom shkuar në Gjermani, kom parë që ka nevojë njëri ishte i zbrast vetëm si ateist, edhe ka nevojë të plotësohet me një shpirt. Kom filluar të studioj Biblën dhe aty kom gjetë veten që Bibla të ofron edhe sjellje, edhe veprime, edhe dashuri ndaj jetës edhe Perëndisë. Aty kom marrë atë frymëzimin tam dhe kom pranuar si religion besimin protestant, i cili mendoj është më liberal, është i akcepton vlerat njerëzore dhe aty kom gjetë vetëm. Nuk jam diçka shumë i theksuar mas religioneve, përveç vlerat që kanë vlerat. Po thoni që në Gjermani e keni kuptu ose dyshimet e juve, ose qysh me thonë, bët kuptimi ju i ka ndryshu në kohën në Gjermani, kur keni qenë aty. Ato po thoni që kanë fillu në dyshimet. Po, aty. Qysh ka vazhdu tani kjo? Po, mandej ku vazhdu me, si thash edhe më herët, me studimin e Biblës, mandej me literaturës të lirë, por aty kom vrejtë që njeriu duhet me pas një besim, të unë është besimi i theksuar dhe më i mirë është për ata që më përcaktuar për kështërën protestant.